te pjesa e sheqerit që e përmende, e pata ndëgju një pjesë interesante këtu që lidhet me punën e sheqerit, sepse sheqeri sot po dihet që është shumë i sulmum prej të gjitha anëve dhe të gjitha profesioneve, por siç tha edhe vetë shumë mirë, tha që sheqerin nuk mundemi me ndalë tërësisht, posaçërisht fëmijëve në shumicën e rasteve s'mundemi me ndalë, po theksoj tërësisht. Mundemi me e paksu, mundemi me menaxhu, por nuk është një diçka reale që ta heqim komplet dhe mos ta përdorim kurrë. Por nuk është sheqeri ai që shkakton kariesin, por është një bakter Streptococcus mutans i cili ushqehet me sheqer dhe në këtë rast për shembull ksilitolli i çamçakëzave ku ka mbëzues artificial i cili përmban ksilitol është një shkaktari vetvrasjes së këtij bakteri, sepse Streptococcus mutans e han, domethënë ksilitollin dhe pastaj ksilitolli shkakton që ky bakter me vdek. Kështu që një mënyrë tjetër gjithashtu e mirëmbajtjes së dhëmbëve është nëse hajmë një çamçakëz pasi që hajmë ushqime në përgjithësi, po posaçërisht ushqime me sheqer apo jo. Ki fillu me më kompleksu me këtë tonën, që faleminderit shumë që po më plotson, sepse me të vërtet fakultetit kujtohet, na shumë landë mësojmë, shumë gjana e lexojmë, mirë po disa prej tyre nuk na mbesin në kokë, shumë ki detaje të bukura, unë po pajtona se çashtu është se po më rikujton, nuk ka që më kujtu në këtë moment. Ska lidhe, kena bashkë bisedë. Po të çamçakëzi nuk kam çare pa përmend diçka tjetër. Çamçakëzi, sidomos ato që nuk kanë sheqer në vete, ato përmbajnë vete aspartam. Okej. Aspartami është jo shumë e këndshme për organizëm. Po që është në doza më të mëdha. Supozohet që është pak kancerogjen, supozohet, sikurse gjithë këto ambëlsust që e imitojnë sheqerin, prandaj në atë aspekt ti themi pak shikuesve që le të kenë kujdes. Unë çamçakëzin personalisht nuk që e du shumë, por nëse e përdori, nuk e përdori më shumë se 2 minuta.